Dhe të hedhim një sy këtij muaji energjik, njëkohësisht problematik, sepse shumë gjëra do të ndryshojnë. Prandaj është muaji i vështirësive i fundit për 2025-ën, sepse ka mjaft brenda për të thënë dhe shumë për të dhënë. Për ata që dinë ta vlerësojnë atë që marrin. Prilli është një model ndikimi. Është pjesa e lënë pas që ka lënë Marsi. Dhe prilli ka ndikime sepse Marsi me lëvizjet e retrograd të Mërkurit dhe Afrodita në shenjën e peshqeve. Sigurisht kjo do të ndryshojë në mes të muajit dhe do të ndikohen shumë si një muaj ku gjysmë e dytë e zhvillimit të planit personal, ashtu dhe atë profesional, do duken sikur po zgjohemi nga gjumi dhe po marrim situatën në dorë tonë. Më datën 9 ka një ndikim dhe në datën 13 përkatësisht, Mërkuri dhe Afrodita kthehen në kursin e duhur, duke zhbllokuar gradualisht çështjet e komunikimit, kontratave, financave dhe gjithë marrëdhënieve tona, sepse ndikimi që kanë bëjë, mundësitë që na jepen, dhe mbas datës 20, ku dielli kalon në Dem, ku atje mund të ketë një përplasje të vogël me Marsin, i cili kthehet në Luan. Dhe marrë masa me klimën e presioneve në fakt, por e mundësive, sepse aty do të ndahet shapi nga sheqeri, drejtësia i jepet të drejtit dhe problemin troket dhe e zgjidh ashtu siç dëshiron. Plutoni në rrugën e tij nga shenja ujorit formon një katërkëndësh me diellin dhe Marsin, duke intensifikuar energjitë dhe agresivitetin e tij. Sepse në mbar botën, në tensione, në ndikime keni parë, sepse është akoma në tensione, kemi të ndikime të mëdha akoma, që Marsi ka një çështje shumë të madhe, akoma s'ka përfunduar, po do shikojmë tani tutje, nga par dje, po të shikoni me eklipsin çfarë ndodhi, e shikoni televizionin si po ndodhin, e shumë gjëra të tjera. Ajo që do të kemi, duket se në ndikimin e madh, kemi një hënë të re në shenjën e Demit që sjell ngjarje ekstreme dhe të dhunshme në nivel politik dhe ekonomik. E gjithë gama e marrëdhënieve, që është në të njëjtën ndikim, janë ato që në fillimet të dhjetë parë, që është Demi, Akrepi, Luani, Ujori, do të kenë shumë kujdes nga çështjet që kanë pasur në vitin e kaluar, incidente apo probleme, çështje politike, çështje të punës apo karrierës që jeni investitor, do keni kujdes të humbni parat, sepse ka të bëjë shumë në 2 muajt e kaluar të vitit të shkuar në nëntor dhe dhjetor. Do dalin në sipërfaqe për të sqaruar në mënyrë intensive dhe duhet të keni vetë kontrollin tuaj dhe gjaftësinë nga ana juaj për të mos lejuar që situata të arrijë në ekstrem, sepse është një mundësi dhe një ndikim mjaft madh. Pak vëmendje do të bëni në këtë muaj, që është data 5, 7, 9, 11, 21, 23, 24, 25, 26 dhe 28 prill. Ditët pozitive nëse doni që të bëni diçka në lidhje me punën, lidhje me karrierën, ka të bëjnë data 14, 15, 16, mbas dite dhe 17 dhe 30. Pra, ky harë kohor ka ndikime mjaft pozitive. Hëna e plotë e muajit prill, në datën 13 prill në të 2025, ku është në peshore. Hëna e plot, hëna e barit që quhet, hëna e plot roz, që do jetë, ku ndikon shumë në lidhje që ka të bëjnë në ndikimet peshore dash. Ka një ndikim shumë të madh, por mundësitë janë shumë të mira, ku ka të bëjnë dhe me vendimet edhe me pozicionimin e planeteve, që ndikojnë shumë, prek shumë dash, gafore, peshore, britsjap të 10-23. Ka ndikime favorite. Më datën 27 prill, hëna e re, që lidhet shumë në Dem, ku ka të bëjnë që prek shenja Dem, Luan, Akrep, Ujor të 10 parë, por ndikime pozitive që ka të bëjnë është Virgjeresha dhe Britsjapi të 10 parë që kanë ndikime favorite. 4 shenjat që përfitojnë shumë, pastaj do flasim me gjithë shenjat, po flasim si ndikim që ta keni parasysh juve, që të bëni veprimet e juaja, ku ka të bëjnë
shumë në lidhjet me ndryshime karmike gjatë afërditës në retrograd deri më 12 prill të 2025. Kemi shenjat fantastike siç është Dashi, siç është Peshorja, siç është dhe Peshqit, ku kanë një ndikim shumë të mirë në lidhje me çështjet e financave, kanë vojtur shumë në fakt, edhe kanë një ndikim shumë të mirë në lidhje me punën, në lidhje me karrierën dhe vendimet që mund të merren. Por njëkohësisht kanë dhe binjakët të ditës së dytë ku kanë një ndikim mjaft të mirë në pozicionimin e tyre. Tani,